Ato e kthyen në komedi. Dhe mënyra më e mirë për ta mundur Gazbardin, që është në fakt vlera më e madhe tek Partia Demokratike, flas si i ri, si intelektual, si njëri që mund pavarësisht konsekuencave që i ka ndryshuar. Dhe këto janë ndryshuar si rezultat i imponimit të Sali Berishës dhe të shpurës së tij. Pasi ata ose duhet dilnin nga politika, ose duhet të rrinin aty për të vazhduar karrierën e vet. Që dilin nga politika i bie që të shkonin te Lulbasha, ju e shihni në çfarë niveli është partia e Lulbashës. Kështu që ata zgjodhen të nënshtrohen. A kanë bërë mirë, a kanë bërë keq, kjo është çështje që i përket të ardhmes. Por që ata Ali Mehmeti do të vim më vonë tek Ali Mehmeti. Tabaku, Gazbardi, janë një breziri që nëse këto do kishin drejtuar Partinë Demokratike sot, duke përfshirë në tjetër. Gjëra do ishin ndryshe. Qëndrojmë pak tek Elbasani. Një rezultat optimal Partia Socialiste, Mazniku ishte drejtues aty. Elbasani ka edhe shumë denoncime nga opozita faktikisht që Elbasani ka qenë ndikuar vota. Elbasani ka vite që fiton në mënyrë të bindshme dhe ka vite që është akuzuar për ndikim të bandave kriminale etj. Si Elbasani, Durrësi. Edhe në Tirana, po Durrësi, Elbasani janë. Pra, nuk është vendi thua që të bësh një analizë pastër politike sepse është votë ndikuar? Nuk e besoj që është vend, nuk vlen. Nuk vlen në Elbasan. S'është qasje organike e elektoratit, okay. Më mirë mund të vlente kur qarkun e drejtonte Tauland Balla, që ishte njëri nga Elbasani dhe ishte një fuqi politike e madhe. Është kandidati më i votuar. Më i votuar në rang vendi. Po. Vim tek Tirana, kryeqyteti, qarku më i madh, 19 mandate Partia Socialiste. Poruan me shumë vështirësi edhe pse ja ka hedhur themun Partia Demokratike, e ka kapur të 14 në luftë madhe me mundësinë e Gronshejait. Nga një mandat Partitë e reja nuk ka ndonjë surprizë, po themi. Mbetet i njëjti rezultat. Po Partitë e reja nuk kanë surprizë që në momentin kur prevaloi arroganca edhe protagonizmi. Nëse Partitë e reja do bëshin bashk dhe do krijonin një front anti-Rama dhe anti-Berisha, situata në Shqipëri do ishte zgjidhur. Por Partitë e reja të nisur nga munges aftësie dhe munges profesionalizmin politik, asnjëri për tyre nuk është profesionist, janë të rishtas, kanë hyrë në këtë lojë dhe nuk u gjet gjua për bashkët që dilin bashkë si blok dhe që ta hillnin. Por te numrimi i votave për të mandateve në Tiranë janë interesante disa emra. Për shembull, mbetet pa ndryshuar trendi dhe tashmë duket se kanë siguruar vendin e tyre në parlament për deputet, Jorida Tabaku, Ilir Ali Mehmeti, dy më të preferuarit, më të votuarit tek kryeqytetit në radhët e Partisë Demokratike tek lista e hapur. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që Sali Berisha është refuzuar në mënyrë më të hapur, mundshme. Dhe ja u votua njerëzit që Saliu nuk i donte. Tabaku fitoi e para e dyta në primare dhe mbeti jashtë listës së mbyllur. Dhe një kohë tani, po të shohësh listën e mbyllur, ke të njëjtët njerëz që ne kemi 30 vite që i njohim dhe që Kemi nga radhët e Partisë Socialiste shumë emra që mbeten jashtë parlamentit. Pandeli Majko, Mimi Kodheli, Olta Xhaçka, Ermonela Felaj, Blerina Gjulameti, etj. Kemi më të votuarit Fatmir Xhafaj, kemi Erion Braçën. Pandeliu ka metodë herë tjera. Pandeliu dhe këtë radhë që është në parlament është
si rezultati i manovrave që bëri Po. kryetari për t'ia hapur vendin. Kurse fakti që në listën e mbyllur u futën njerëz pa asnjë lloj kontributi, dije që gjërat do shkonin këtu. Të kishte më shumë konkurrent jashtë listës Se sa brenda. Patjetër. Domethënë në këtë sens i bie që lufta do ishte ashpër të e madhe. Dhe edhe kjo luftë ose edhe kjo konkurrencë, ky konkurrim u indikua nga kryetari. Si unë? U ndikua, Blendi Gonxhe për shembull dihen lufta që u bë për Blendi Gonxhen që të Shumë vota mori realisht. Po mori Sidomos se në Vor. nuk se mori Blendi, mori strukturat që i shërbyen thonë. i shërbyen me urdhrin e Ramës. To kontingjentet e krimit, Partisë Socialiste që gjithmonë janë përmendur. Po, si duhej kjo performancë kaq maksimale? E ka projektuar për kryebashkiakun e ardhshëm të Tiranës? Patjetër. Po luan për kryebashkiak. Po e luan për kryebashkiak dhe i duhen vota. I duhen vota për ta treguar për si njëri që ka mbështetje etj. Por në politik nuk funksionon dot duke e ka përvesh i tjetrin duke e sjellë në rritje artificiale. Kjo është rritje artificiale siç bëri Saliu me Lulin etj. Për shembull, Ilir Meta nga Partia e Lirisë mbetet jashtë parlamentit. Logjikshme. Shkretë logjikshme. Domethënë një kryetar partie që s'ka lënë gjë pa bën këtë vend, kryeministër, president, kryetar kuvendi, çfarë s'ka qenë këtë vend edhe merr 300 vota. Dihet se ku e kanë çu vendin to. Mbeten pra arsyeja pse humbi opozita janë kryesisht Ilir Meta dhe Sali Berisha. Dy kryetar. Kemi emra të tjerë që mbeten jashtë, për shembull nga PD-ju Shpëtimi Drizi. Edhe unë u çudita se kjo i bie pastaj që komuniteti Çam nuk e ka votuar. Dhe unë u çudita me këtë. Megjithatë, gjesti i Drizit ishte interesant se ai doli vetë në listën e hapur. Dhe ai mund të ishte në listën e mbyllur. Po doli vetë në listën e hapur dhe i kërkoi votën komunitetit. Për cilën ai ka hyrë në politikë. Pavarësisht se ndërkohë, një emër tjetër për shembull nga Partia Demokratike që mori goxha vota, por që thuajse nuk futet në parlament, Myslim Urizi. Po Myslimi është si veçantë, Myslimi do fitonte më shumë vota po të ishte qenë vetëm. I pavarur. I pavarur. Myslimi është nga njerëzit më të veçantë politikë shqiptare. Dhe një protagonizëm të jashtëzakonshëm, një njeri që i thot gjërat drejt për drejt në këtë vend. Dhe ky vend ka nevojë për njerëz që i thonë gjërat drejt për drejt. Natyrisht nuk e ka atë elegancën politike, por nuk duhet harrojmë një gjë që politika nuk është elegancë. Eleganca i lehet rrobaqepsit dhe diplomatit, po jo politikanit. Politikani është ai që flet drejt për drejt me elektoratin e vet. E vetmja gjë që më çuditi tek Murizi është se ai u largua nga zona e vet. Po. Dhe me sa di unë është larguar si rezultati i mosmarrëveshjeve me Gazbardin, pasi ai ka qenë shumë i drejt për drejt ndaj tij. Dhe kjo bëri edhe atë që ndofta po të ishte në zonën e tij, patjetër do ishte deputet. Ndërkohë, kemi nga radhët e partive të reja, kemi deputet në parlament të sigurtshëm, Agron Shehaj, Adriatik Lapaj, Redi Muçi. Pret një zëvendësim në thënjzat e opozitës nga këta tre personazhe dhe pse Agron Shehaj ka qenë dhe më herët. Apo po me tre
numrat shumë pak thuaj. Bëjmë do të opozitë. Jo, kam në sensin e përfaqësimit, të një zëri të paktën. Me thonë të drejtën, pavarësisht se në një nonsens doktrinar, ky i Partisë Mundësia, Shehaj, ka qenë njeriu që ka qenë opozitar i rëndësishëm në parlament. Por mendoj që do ishte më mirë që ta zhvillonte opozitarizmin e tij brenda partisë, pasi do vi dita patjetër që ajo parti do reformohet, patjetër, po. Se sa të krijonte tani një parti tjetër e cila do shumë punë dhe do dhe përveç se do punë, do edhe kontent, do njerëz që të punojnë se dhe pritshmëritë i kishin të larta ata në fakt. Po. Tani ti jesh industrialist ose biznesmen dhe ta mbështetësh gjithë politikën tënde te lufta që i bën biznesmenëve të tjerë, më duket pak nonsens.